Big Brother Kosova dhe konfliktet që zbulojnë lojën e vërtet. Big Brother Kosova vazhdon të prodhojë situata të forta tensioni, ku marrëdhëniet mes banorëve ndryshojnë nga dita në ditë dhe aleancat shpesh prishen për shkak të konflikteve të papritura. Një nga momentet më të komentuara ishte përplasja mes Benitës dhe Elionës, një debat që nxori në pak dallimet e mëdha në mënyrën e lojës, sinqeritetin dhe komunikimin mes tyre. Situata u tensionua kur Benita, e perceptuar nga disa si eskile në lojë, u përfshi në një konflikt të drejtpërdrejtë me Elionën. Eliona reagoi hapur dhe pa filtra, duke theksuar se ajo është e sinqertë dhe se nuk fshihet pas lojrave apo sjelljeve të dyshimta. Në kulmin e debatit, Eliona ju drejtua Benitës me tone të forta, duke e akuzuar për sjellje të ulta dhe duke e krahasuar mënyrën e saj të veprimit me hipokrizi dhe dyfytyrësi. Ajo që e bëri situatën edhe më provokuese ishte sjellja e Benitës gjatë debatit. Në vend që ta qetësonte konfliktin, ajo zgjodhi ta ironizonte situatën duke i shkelur syrin Klodit, një veprim që u interpretua nga shumë banorë dhe nga publiku si provokim i qëllimshëm dhe mungesë serioziteti përballë debatit të hapur. Ky gjest e zhvendosi vëmendjen nga përplasja verbale drejt marrëdhënieve të fshehta dhe lojrave psikologjike brenda shtëpisë. Reagimi i Klodit ishte i menjëhershëm dhe i ashpër. Ai i bërtiti Benitës, duke i kërkuar llogari për sjelljen e saj dhe duke e akuzuar se po luan me ndjenjat dhe situatat vetëm për interes personal. Klodi u shfaq i irrituar jo vetëm nga gjesti i saj, por edhe nga mënyra se si ajo po e përdorte debatin për të tërhequr vëmendje dhe për të krijuar konfuzion mes banorëve. Ky moment nxori në pa edhe një herë se Big Brother Kosova nuk është vetëm një lojë strategjie, por një fushë e hapur emocionesh, ku çdo veprim, çdo gest dhe çdo fjalë analizohet me imtësi. Eliona u pa nga një pjesë e publikut si zë i drejtpërdrejtë dhe i sinqertë, ndërsa Benita u kritikua për lojë të dyfis.